Reggio Plaku ishte një burr me 3 universitete. Reggio Plaku organizoi luftën, ishte komandant batalion. I Reggio Plaku ishte zgjedhur në kongres të përmeti delegat dhe ai vetë thirri i parë se të bësh lufta, i tha do bashkëpunojmë. Enver Hoxhën atëherë nuk e njihte njëri, po njiheshin këta burra të mëdhenj të gjitha kraninave të Shqipërisë që ai zhduku pastaj. Por ama ai e kërkoi këtë bashkëpunim, se e dinin shumë mirë që populli, po të thriste Enver Hoxha nuk bëresh. Por do ngresh, po thriste Reggio Plaku. E Reggio Plaku kishte bërë dhe luftë me gjithë baban time me të tjerë, kishte vajtur deri në Vlorë në 22-shin. Pra, në të bëri luftën se organizoi Enveri, por ai tha, po, tha, unë do ta mbledh Krajinën, tha. Por ama i tha, me Rusin nuk do kemi të bëjmë, sepse ai e njihte botën. Ai e dinte që kishte pësuar Rusi që në 1917, e dinte i sot. Jo, i tha, Enver Hoxha, burrisht, u folki muhabet. Por ama, mbasi mbaroi lufta, ai e kërkoi të bëhesh ministër bujqësie, e Reggio Plaku. Dhe ministër bujqësia ai nuk deshe, tha, vuj ndonjë tjetër, tha. Unë kemi folë si burrat, i tha, unë tha, nuk do preken pronat, nuk do preket asgjë, tha, unë kam i çfarë të merrem, po një person tjetër. Jo, nuk do preken, por pronat do preken, sepse njerëzit filluan të bëjnë kulak mbrapa, por që të bënte kulak dhe të bënte këto gjëra, duhet të zhdukte kokat si Reggio Plaku. Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamikon, në këtë takim përmes kujtimeve të lumturi Plakut, mbesës së Reggio Plakut. Përmes historisë suaj personale, unë pretendoj të zbuloj dhe atë anë njerëzore për të historisë që tregohet zakonisht në përshkrime apo në një farë mënyre në raportimet që bëjmë ne gazetarët. Ju jeni një familje e rëndësishme nga Konispoli, keni jetuar aty për gati 10 vite dhe pastaj jeni detyruar të largoheni. Si ka qenë fëmijëria juaj? Siç e thatë, unë linda në një familje shumë patriote, në një familje shumë të nderuar, në një familje edhe me ekonomi shumë të mirë, që jo vetëm ka kontribuar ekonomikisht dhe drejtuar luftën, por kanë shumë kujtime dhe mua persona të ndryshme më falenderojnë për çfarë ka bërë familja ime. Isha në një familje të lumtur, ku unë mbaj mend këto, sepse motra e madhe ishte martuar në Gjirokastër, vlla ishte profesor, kishte mbaruar universitetin për shkencët e natyrës dhe ishte në Delvin profesor, dhe tjetra motor ishte infermiere në Sarandë, kështu që unë mbaj mend këto i kishim si mysafir që na vinin. Ndërsa unë mbaj mend jetë normale, nana, babaj dhe ne 3 motrat. Pra ishim një familje shumë e lumtur. Por fatkeqësisht do bëhesh ajo që u bë. Kjo vajza e vogël, do të flas vetëm për vete, që isha si një dallandyshe. Unë isha shumë e gjallë. Unë isha në klasë të 2 fillore, që në klasë 2 fillore, unë këndoja solo, këndoja shumë bukur. Sa provojmë tani zëri, se u trash. Dhe gjimnazi ishte kor. Isha shumë kurajoze, unë këndoja, unë recitoja, unë i bëja të gjitha dhe s'kisha problem fare për publikun. Kësaj dallandyshe që të thash në vitin 60, në 3 korrik të vitit 60, ju pren krahët. Mu sakatuan ndjenjat, mu sakatuan ëndrat, mu sakatuan liria. Si ishte ajo ditë, në kuptimin që ndryshoi jeta, një ditë e cila vuloste përmes fatit të babait tuaj edhe si thua familjes suaj, përmbyste edhe fatet e çamëve të tjerë, se nga aty nis një komplot ndaj të gjithë çamëve. Po si ishte ajo ditë? Si e mbani mend ju atë ditë? Neve nuk e dinim se atë ditë ishte një reprezalje, do arrestoheshin 300 çamësh nga gjithë Shqipëria, në të njëjtin orar. Në 3-4 të mëngjesit, baba im doli nga shtëpia se ta shkonte, siç u thash, do punonte, kishte shkuar të merrte kalin, u përshëndet me nënën, ne 3 motrat flinin dhe aty arrestojnë. E arrestojnë dhe vinë trokasin ke dera, sa që nëna ime mendoj se mos u kthye baba, i ka harruar ndonjë gjë.
Edhe I tha, beqo qarë ke arruar ato, shef policat ke dera, që I thonë hapi derën, sepse do bëjmë kontrol. Mendonin që gjendje u bënë Naime, që në Naime që atëre u smur me zëmër dhe ka vdekur shumë re 64 vjeç, gjithmonë e problemin e zëmrës, një tronditje madhe, edhe sepse ishte arrestuar dhe njërë tjetër në 46-ën, me gjithë Gjoregjon dhe me gjithë Xhaxhalushin. Aty lufte madhe në atë vit arrestimin e parë nuk ishte për baban tim dhe Xhaxhan tjetër, po ishte ti mbyllesh goja Rexha Plakut. Dhe I arrestoi duke akuzuar, mendoni ju, në qoftë se nuk I dini hartën, domethënë, nga Konispoli mund ta arratiseshin direkt nga Konispoli sepse kufiri ishte në Konispol. Këta ishin duke shkuar te një motra e Gjoregjos, halla jon në Lelvin, në 3 kuaj si për duke ecur. I dalin për para sigurimi dhe I thot zbritni nga kuajt. Mirë po ky Gjoregjo duke u quajtur një burr me pushtet, një burr që kishte bërë gjitha I tha ik më dha. Leri këto shakata, që janë këto gjëra I tha. Zbrit nga tha jeni të arrestuar. Dhe Bilesi I tha do ma paguani këtë, duke patur gjithmonë besim në një drejtësi, se ishin njerëz të ndershëm. Por ata u arrestuan, 47-ën ishte, Gjoregjo u dënua 10 vjet. Babai im e nxorën me kondicionel që duhesh të bashkëpunonte spion me ta. Ndërsa Xhaxhalushin e quan në Kënet Malikit dhe gjithë familjen, sepse Xhaxhalushi ishte baba me 2 nëna kishte vdekur, gjyshja jon dhe gjyshi ishte martuar dhe një vlla nga këta ra dëshmor dhe familja e gjyshit dhe gjyshes se gjyshi kishte vdekur e njerëkës së babait ishte familje dëshmori, ajo merrte pension si nën dëshmori edhe këta u internuan. Pra, një gjë absurde, nëna dëshmorit u arrestuan në kamës të Tiranës dhe Xhaxhalushin e çuan internuan dhe baban e nxorën me kondit. Që të spiononte miq të shokë të njerëz të tjerë. Kjo figurë, ky burr I ndershëm nuk e bënte kurrë të gjë. Dhe ç'bëri? Unë I kam shkruar të gjitha këtë libri kronike dënimit me vdekje. Ai u mbyll brenda, shkonte në punë dhe kthesh nuk takohesh me njerëz se nuk donte të merrte me qaf njerëzit, sepse ato edhe implikohesh, bëhesh edhe shpifje të kota. Kështu që Beqo Plaku do arrestohesh. Dhe u gjendë arsye që u gjendë në 60-ën u arrestuan 300 burra. Kjo ishte një bombë për ne të paktën Çamrit, për ne si familje dhe për gjithë Çamrit. Si që thash erdhi policia, bën kontroll, u hodhën të gjitha gjërat në tokë dhe unë me 3 motra të rinim ke dhoma tjetër. Dhe nuk dinim gjë që bëhesh. Dhe ne ngremi dhe unë nga e hapur e gjysmë e derës, shoh një polic në korridor. Dhe mbaj mend shumë mirë që ne tutuara, pa kuptuar gjë fëmijë. Dalin dhe do na çonin në ndej, shoh nga dera e kuzhinës edhe nga dera tjera gjithë një rëmuj dhe një polic më vuri dorën më përkëdheli. Ndoshta se ja thash në zbrapa dhe tha kaloni këtej. Por ai mua më mori me mirësjellje. Dhe kjo mua edhe pse isha aq e vogël më bëri shumë përshtypje. Beqo Plaku thashte e arrestuar. I thot nëna, mund t'i bien diçka se kishte ikur pa ngrënë. Mund t'i bien diçka tha për të ngrënë. Birri tha. Dhe në mblodha, nëna shkret mblodhe një dyshek, një jorgan, duke menduar që atje s'kishte gjë, dhe mori një tas me përshesh me kos. Dhe ne u nisëm në këmbë, motra me madhe mbante edhe dyshekun, në atë jorganin, në atë tasin, dhe shkuam në atë policinë e Konispolit. Shkoj të nesërmen të blej bukë, dhe nuk më dhanë bukë. Dhe unë lekët I kisha në dorë, dhe tha nuk ka bukë, tha. Si s'ka bukë, I thashun? Ja, buka, nuk ka bukë, tha. Dhe unë me lekët, desha tikja, po du ktheva, I thashun, dhe gjo, unë lekët I kam, thash. Ti buke atje në raft. Unë duos në I thash të blej, dhe gjo këtu, tha mua, unë kam urdhër, tha. Dhe më jep një letër, se kur unë isha 20 vjeç. Familje Beqo Plakut nuk duhet furnizohet me bukë. Ose të shkoj një person të punoj në kooperativ. Thashun, po ku do shkojmë të kërkojmë bukën neve? Këto ishin fjalë fëmije. Por unë I kujtoj të gjitha, ku do shkojmë të kërkojmë bukën neve? Tha, shkoni në organe kompetente. Unë këtë fjalë, ishte hera parë që dëgjoja, imagjinoj një fëmijë 10 vjeçare, dhe thuaj nënës tënde, tha, të vej në organet kompetente.
Dhe unë tani kisha në mendjen dhe në zemrën time që nëna ime ishte smur. Ku do shkoj, qa do i them nanës? Po ne qa do ham? Kisha uri akoma, se ishte mëngjes, qa do ham? Dhe i ka rrugës, qëlloj agurë dhe thoshe, organet kompetente, organet kompetente, organet kompetente, të mbaje mënd këtë fjalë, sa dhjetë ja thoshe nanës time. Dhe përgjigja tyre ishte kjo që duhet shkonit të punonin, kush do punonte, ne 3 kalamajt, apo nana i smur, kështu që lumëturia, në çdo ditë 3 ditë, nisesha janë Sarand, kalon të posta, posta i qënë atëri një korrier, hipjon Sarand dhe janë Sarand me rria buk, dhe unë baja familjen me buk në një moshë 1 vjeçare. Plus asaj, më jep një letër vllaj që të bëheshim gati, sepse duhet të ikshim një patjetër, do internoheshim. Por ai deshi që të shkonim bashkë me xhaxhallarët që ishin kavaj. Mos ishit vetëm 3 vajza dhe nëna. Dhe nana. Dhe neve, a i nuk erdi më në Konispol vëllaj, sepse po të vinte në Konispol, atë do të arrestoni për njerë, do të thosh një kavaj të përkuar atisur, por unë isha korrierja. Një histori shumë e bukur, që unë e njoh, po nga ju e njoh sigurisht, është fakti që kur qa më të erdhen në Konispol, pra ata që vinin nga një se thua shpërngulje, gjenocid, masakër, familja juaj strehoi 3 fëmijë jetim. Neve ishim në kavaj. E sigurisht njerëzit kishin frikë të na flisnin. Na donin shumë, na nderonin, po kishin frikë. Një familje internuar. E internuar, dhe mos e pyet. Një ditë në shtëpinë tonë, vjen në vllaj me një burr. Dhe ishim ne motrat e vogla, që ne s'ishim vjeni për këtë çështje. Hyn ky burr, dhe me i të qeshur, po një thjeshtësi, i thot nane si e, ajo i njofi për një herë, dhe pse kishin kaluar vite. I tha Iliazi nanës, dhe unë grejt e përqafoj. Dhe këto qanin dhe putheshin, ne të 3 shikonim njëre tjetër, kush është ky Ilias? Se kishim dëgjuar, sepse si që thashë, në ran hallet të mëdhaja që shumë gjera ne. Mori rrjedha. Mori rrjedha dhe kur vinte rasin ai tregonin. Edhe i na prezentuan dhe neve, se ata ai nuk në njifte. Ato kishin ngelur 2 vëllezër dhe një motër jetim. Jo kishin masakruar prindrit. Dhe kishin marrë të tjerë zvarë të shpëtonin. Dhe baba im i mori të 3 këta jetim dhe i pruri në shtëpi. Në shtëpi, bashkë me... Por unë këtë kujtime dëgjova prej atij, që kishte kujtim për babain tim, që baba im, kur shkonte në punë, që punonte në tokat e veta, argat në tokat e veta, ktheshte datë dhe tha, nuk merrte, tha, fëmijët e tij për këdhelte, po na merrte ne të 3 të prarë, tha, na për këdhelte, tha. Dhe i thoshte, tha, mamines, ç'kan bërë këta familja sot? Mos kanë qarë, se mendoje ti, për nënën, për baban e tyre, për këto. Mos kanë qarë, kanë ngrënë, si kanë qënë. Dhe unë thaj, kam të registruar këto fjallë. Që atëhere neve, ngelëm të lidhë, u lidhëm dhe me vllain tjetër dhe me motrën, dhe pse ishin në atë zjarë të matë. Ja, të kinte gjithkohë në takon të nënë. Po, dhe pse ishin në atë zjarë të matë neve, u lidhëm dhe në atë të tjerën, dhe a i vinte dhe kur nëna ime vuante që ishte lëngonte. A i punonte në shofer në Porto, e mbaronte turnin e natës dhe në ora 5:30 merrte autobusin nga Durrësi, vinte në kavaj dhe a ishte prezent bashkë me ne 6 fëmijët e nanës. Dhe edhe kur vdiq, tamam si me hakikat, si i thoni, a ishte bashkë me ne dhe kur përqafuam të gjithë ne që të jepnin forcë njëri tjetrit në atë momentin e humbjes nanës, ishte edhe Iliasi bashkë me ne. Shumë histori. Në lidhje me çamërinë, në familjen tonë është folur gjithmonë shumë për çamërinë. Dhe edhe kur dikush mund të thoshte që Konispoli nuk është çam, në qoftë se këto fjalë nuk i dëgjova dot nga baba im, sepse e njofa deri në 10 vjeç, kam pasur vllain tim që revoltohej dhe kalonte edhe deri në debat,
Kush e thoshte këtë gjë? Sepse e thoshte, Konispoli është çamëri. Vlla im që ne na ka rritur, dhe për mua ai ka qenë baba dhe 2 motrat e tjera, kanë sakrifikuar shumë nga jeta e tyre, që na bënin neve të na rrisin pa probleme, pa gjëra. Ai ka folë gjithë jetën dhe tani që është i smur, ai shkruan për çamërinë me ato mendimet e veta që nuk shkruan. Po. Kështu që ne u rritëm me këtë edukat. Me një dhimbje për çamërinë dhe me dashuri, që të kërkohet çamëria. Pavarësisht se sa mund të realizojmë. Por kjo gjë nuk duhet lënë heshtur, edhe duhet vazhduar, edhe dhëndrin tim që është italian e kam lodhur. Duke i folur për çamërinë. Si lindi kjo poema që unë dëgjova në Akademinë e Shkencave? Do të thotë, nëse do t'ishte një person tjetër, i ndaluar të shkollohet, me një familje të internuar, në momentin kur arrestohen jo vetëm babai juaj, po 300 çam të tjerë, në një Shqipëri që nuk lejohet të thuash jam çam, ose së paku nëse e thoje, nuk ishe jo, edhe një emri kur e thosh se në na jeti dhe një halë tjetër, se u dënua dhe pana jot plaku, shumë e na të zjeni dhe nuk kemi vetë hallet tonë që në ngiti dhe ishte dhe fisi tjetër. Në një Shqipëri që për 50 vite ishte e pamundur të thoje ose nuk fitoje asgjë, ose merrje një dëm të keqe, ose një epitet ndryshe të qenit çam. Ju shkoni në Itali dhe sërish mbani këtë lloj lidhje me kulturën. Një njeri tjetër do të kishte hequr dorë, do të ishte si thuash përshtatur me kulturën tjetër, dhe nuk do shkuan të ndoshta as në Shqip. Kanë lënë dhe gjuhën, që dhe për këtë kam shkruar. Ju keni një shembull shumë të mirë në Itali, janë arbëreshët që janë janë pa diskutim, sepse jo vetëm për libra. Po si e shkruat këtë poem ku nëna dhe biri flasin për dramën e çamërisë, për atë që ka kaluar? Unë nuk kam, kjo e kam shkruar më mbrapa. Unë kam shkruar një tjetër për kufit, kur unë i them nanës time, nga mali bukur i Saraqinit, i flas për kufit e Konispolit vendit tim. Në perëndim është deti dhe bregoret, në jug jemi kufizuar me Greqin. Jo, më thot ajo dhe ma Augustin të më tha, mbaj e mend. Atje në atë kufi nuk është Greqia, por është një vend i bukur, madhështor, i masakruar, që e ka emrin çamëri. Shpirti shkruan ato që ndjen. Dhe unë, të them të drejtë, kam dhe poezirat të tjera që nuk më pëlqejnë. Se nuk ka qenë shpirti, por ka vendosur të shkoj për diçka. Por ato që ndjen brenda në Shqipëri, në shpirt, ato shkruajnë shumë bukur. Dhe kam shkruar vazhdimisht. Kjo balada e çamërisë, unë doja të shkruaja, ta përshkruaja në një forme imagjinate masakrën e çamërisë. Dhe më erdhi kjo ideja e një dialogu me nënën. E një djali që erdhi i porsalindur, si që erdhen ata që morën familja jo, që nuk dinte asgjë, dhe të njëjtë nënë që e rriti këtë fëmijë vetëm në 10 huaj, sepse çamëri me vërtet erdhën në Shqipëri, por Shqipëria për çamërit ishte dhe i huaj, që ikën nga një tmerr, nga një masakër, dhe kur hyn me çmundën të merrnin, dhe u gjykuan, dhe thoshtin çamërit me lecka në krah. Apo për qeshje dialekti. Sepse nuk ishte një mbrojtje shtetërore. Dialektet u hoqën, pastaj ajo politikë ishte gjithë dialekti. Apo zotësia e çamërve i tërbonte njerëzit. Dhe shqiptarët e kanë kuptuar këtë gjë, kush ka pastru kur kanë vajtur në emigrim. Sepse jemi gjykuar. Prap. Edhe pikërisht për atë e bëra atë që doja të prezantoja që ne nuk jemi këto që na keni parë sapo zbritëm nga vapori. Ne kemi plot pasuri. Edhe kemi sepse
Një italian që ka një shoqat të madhe që merr studenta të balerinë të qyteteve të ndryshme deri në Lituani, deri në Rusi dhe në Japoni dhe këtu në Shqipëri vjen vit për vit që merr nga qytetet të ndryshme, nga zonat të ndryshme, më tha një ditë, ju keni aq shumë pasuri, unë tha e kam rënë në Shqipëri nga Konispori në Vermosh, ju keni aq pasuri kulturët, por tha ju nuk i nxjerrin në pata, nxjerrin të tjerë, u marrin të tjerët, tha. Dhe është e vërtet. Është e vërtet. Ne nuk vlerësojmë artistët tanë janë në gjithë botën të konfirmuar, ndërkohë këtu kanë qenë gjithmonë në vit të dytë ose në heshtje. Kemi Ermonela Jahon, kemi Ermal Metën në Itali. Atleti Kadiu, Ambeta, po. Pra, personazhe që ne kemi këtu dhe nuk dim ti mbaj. Në botë, unë flas në Itali se jam atje, por në botë, kushdo nga këta bën një punë të madhe për Shqipërinë. Pa diskutim, ambasador të shkëlqyer. Ma kam thënë vetë shqiptarët, kur mua më dhanë titull ambasador paqe, neve në thirrën me atë xom, me atë televizor nga Itali, Shqipëria dhe ne ato brave ishim një 7 veta dhe unë e pyet atë, i thash kush ju rekomandoi që mua të më jepni këtë titull ambasadore paqe? Thaj, po kemi informacione dhe i thash, unë thash nga populli italian e kam marrë këtë titull, vetë italianët më thoshin ti je ambasadore e kulturës shqiptare. Nëpërmjet librave, nëpërmjet programeve, nëpërmjet shkollave, e kudo që isha. Tash si do kthehem tek poema, që ta paraqisja sa më mirë, unë mora një çift të vogël, një djalë të vogël dhe nënën që ky djalë u rrit pak dhe mbante merakun e nënës pse kjo nënë i kishte syt gjithmonë të lotuar. Dhe imazhi i çamërisë mendoje si u masakruan, si ikën, është i gjithë në këtë poemë. Pra në vend që unë të shkruaj, apo kanë shkruar plot, unë desha ta prezantoja në këtë mënyrë, si një edhe balada e çamërisë. Ju nuk dini që zjarri është hapur në fshatin këtu më pranë. Përdhonojnë vajzat e reja, kanë filluar kasapan, vrasin pleq sa 4 fëmijë. Grash të zane ka mëshirë, ju çajnë bakun, ju presin gjinit. Në furra tjekin të gjallë, djemë të rinjë. Ju vëzjani partide, djedhim kulla e shtëpire. Blidhni veten se s'ka po gremzon, mere nu sentimentit. Ikni sa më shpejt të shpëtoni atë fëmijë, të ardhmen e çamërisë. Amanet. Djalët vogël, mos harroni t'i tregoni nga ka i kush. Pse ka i? Ku ka rënit? Ku ka eshtat e babait e fisit tim? Pse ngeli me bark të tharë? Kjo e njera çamërinë. Është i vogël. Ndaj kudo që të ndalohet, amanet. Amanet. Çamëri mos ta harroni. Mëftuar në zonën e Ankonës, në Fano, bashkia e qytetit kishte një projekt me profesor dhe rektor të universitetit për tema të ndryshme. Për sa i përket temës historisë, mëftuan mua me librin tim. Dhe ju thanë, do flisni për? Dhe historiane, ishte një djalë i ri, po në jetë më tha mua pare se të fillonte, zonjë të lutem, tha, do flisni një qik për atë çështjen e çamerisë, se nuk e thekson të dotë. Do me thënë, unë jam e kënaqur, sepse e kam prezantuar në një ambient të njëjtë nivelit lartë. Sepse kam bërë diçka. Po, pa diskutim, e prezantuat shumë bukur edhe në Akademinë e Shkencave, po unë dua ta lexoj të plot. Unë e di që jeni kthyer shumë vonë në Konespol, pas gati 5 dekadash, pra 5-10 vitesh. Çfarë ju mbante larg? Kishit një farë ndroje për atë që ndodhte, ju kujtonte atë zonjën që nuk ju ka dhënë bukë, ju kujtonte dikë tjetër që ju pyeste si thua në mënyrë të qëllimshme për t'ju bërë të ndjeni keq, çfarë pengonte të shkonit sërish në Konespol? 50 vite. E para ne na e morën shtëpinë, na morën çdo gjë që kishim toka dhe çdo gjë.
E para është që kur kthesh në një vend do kthesh në shtëpinë tënde. Zojt fluturojnë dallandyshet edhe kthejnë prap nuk e harrojnë folën e tyre ku e bëjnë. Neve shtëpi nuk kishim. E dyta, pothuajse të gjithë familjarët tonë farefis, nuk, edhe një xhaxha që në ngeli atje, vdiq. Edhe një xhaxha atje dhe vdiq, u paralizuan njërë nga e morën se kërkonin sigurisht që të merrin materiale për ti, dhe mbas një natë e hetimit të tmerrshëm, ai të nesmen u paralizua në shtëpi. E para ishte kjo. Por me tjetra ishte të merri që unë po të kalonim, sepse në Bogaz ishte duhesh leja, kontrollohesh në dokumentat dhe leja e qarkullimit. E para që ndoshta dhe zona jepshin këtë leje, por tjetra mund të akuzoheshin kot që kishin vajtur për t'u arratisur. Se shumë njerëz janë futur kot në burg. Edhe një tjetër gjë, pasaj se janë njëse, në ran aq shumë halle, sa që fatmirësisht unë kisha një nënë shumë të zgjuar që fliste dhe na ka mbajtur gjallë shumë gjëra, por në fakt nuk të bien të mendja të kujtoje se do përballojë ditën me të reja që po na kishin dalë. Kështu që për këtë arsye unë nuk kisha shkuar dhe të ta them pse shkova? Pse shkova? Se do dalim pa diskutim tek kontributi juaj, tek librat që keni shkruar, tek kujtimet që kanë mbetur edhe janë tashmë pjesë deri në kurrikulat universitare italiane dhe që ju vlerësojni shumë. Po unë dua ta di pse çfarë u bë shkak që ju të ktheheni dhe si e përjetuar në 50 viteve më vonë. Po. Kur arrita në Itali, kisha si që fola për mallin. Dhe atje në detin e Tarantos, kur rinim atje, si ishim në një kap shumë të bukur, na mbajtën shumë mirë. Rria në det dhe shikoja që linte dielli nga Shqipëria. E flisja me detin. O ti det që dërgon dallgët në lindje Perëndim, të them sa fjalë në vesh do ja shpjesh vendit tim. Vendi tim është ku lind dielli. E këtu vjen Perëndon me rërë të nxehtë të ku pranvera vjen e shkon. Kjo ishte poezia e parë që unë e shkrova kot në një letër. Pa konsideruar veten poete absolutisht. Nuk e di, u bë 2-3 vjet që unë vija me ca poezi të botuara, më në fund takova prap një poet çan. Ma prezentua në Durrës Agim Bajrami, një poet shumë i mirë. Dhe i mori ato letrat e mia, lexoj 1-2-3 dhe u kthim tha mua, ti je poete, më i tha. Dhe mua merri shumë të fuskurqa, sepse unë nuk e kisha këtë emër. Nuk e kisha provuar, nuk ja kisha dedikuar vën vetes. Thashun, e di si është puna, i thashun, unë nuk jam poete, i thashun, po si botohen, taloj një libër atje, thashun, mos i lënë për letra. Çaj duke fol, më i tha. Ti do shkruash, më i tha. Dhe shkrova të tjera, por ama unë vazhdimisht kisha një çekiç në kokë, një thirrje të fortë. Unë duhet të shkruaja për babain tim. Doja të nxirrja në dritë figurën e tij të bukur dhe stop, ndalova të gjitha dhe ula duke nisur që nga kujtimet e mia, por kush më provokoi më shumë? Televizorin, një televizor privat shqiptar dha që në malin e Dajtit kanë zbuluar 13 skelete, një bir i një të pushkatuari, rekrutoi i dha lek një të që i dinte ku ishin ato, dhe ai tha i ke në filan vend, ai veti hapi, por u gjën përpara 13 më duket skeletëve. Dhe unë në moment dëshiroja që një nga këto skeletet, sepse se nuk kemi varë për babajn tonë, që mos ishte ndoshta skeleti babajt tonë, por kur mora vesh ata ishin pushkatuar shumë vonë. Megjithatë, unë atë natë fillova të shkruaja një poezi dhe nuk e shkruaja dot. Mikën fjalët. Edhe megjithatë e shkruaj të poezinë, edhe biles shkruaja lexova vllajtin. Edhe që merdhen që nga mali i Dajtit si fantazm 13 të gjithë me një vrim në kokë dhe njëra prej tyre më mbështet në sopë. Ndroja që t'ishte i babait tim dhe vazhdova dhe që aty unë fillova të shkruaj librin babait, por e shkruajta duke dialoguar me shpirtin e babait. Përshkrova dhe biles një në kavaj një zotnik kur më tha, pse se mbarova, kjo është shekspiriane, tha. Sepse unë në mes të librit ndrova mendje, unë dialogoja me shpirtin e babait, unë i tregoja ç'ndodhi me neve. Dhe ai më tregonte ç'ka kaluar ai, shumë të ditura me dëshmi të njerëzve të ndryshëm. Një dëshmi e një të prifti është e tmerrshme, që vajtit i shërbente, sepse priftërit i arrestonin dhe i lënin që të mbasi i dënonin dhe
apo të xhaxhajtin tjetrit që ishte atje. A i fliste me këto që unë kisha marrë nga dëshmi dhe pastaj ja vërtet po baba, se ma tha xhaxhaj, po baba, se një prif më tha këtë, po baba, por në fakt fliste zër ky zë i babait, dhe kur unë i thoshja babas, ai në fillim i shqetësuar, duke pasur parasysh atë, mos forse, do të fusim. Me përkujdesjen e babait për vajzën, dhe e mbarova të gjithun me shpirtin e por kur e mbarova u përmend dhe thash mos ma marrin njerëzit si një fantazi, dhe kështu që unë doja të bësh një kontroll. Dhe një koincidencë e bukur që një aktor nga Saranda kishte recituar një poezi të një poeti që unë nuk e njihja, dhe atij pëlqenin shumë komentet që unë i bëja. Dhe më shkruajti, më tha, kjo pjesë është poem, një pjesë nga një poem e Bardhyl Maliqit. Ua thash unë me këtë mbiemër unë kam pasur mësuesin e klasës parë, Ali Maliqi, është i biri, tha. Skaluan as 10 minuta dhe Bardhyli u lidh me mua. Dhe mbasi më pyeti për familjen, për hallet, më tha, i thash, unë e mbaj mend baban tënd, thash të gjatë, i holl ishte atëherë. Edhe ai më dërgoi disa fotografi. Kjo këtu, i thash, janë zora dhe kjo këtu. Qa memorje ke, tha? Ishte ama me atyre viteve. Ajo ishte ngelur në sytë e mi të fëmijës vogël, figura e mësuesit të parë. Dhe ai më mor, mbas një jave, kishte qartë duke lexuar. Unë jam burr i fortë, tha. Kam qartë, tha. Kjo libër nuk preket redaktor, ti ke shkuar fjalë shpirtit të gjitha, por unë do bëj, tha, ndonjë korrigjim ortografik. Por do të lutem, tha, do të jap një mendim, tha, botoje këtu, tha, në Sarandë, tha, dhe ta promovojmë në Konispol. Dhe unë duke ikur një fëmijë me një damë të tmerrshme e persekutuar, dhe plus asaj të luftuar vazhdimisht, i thash, unë e dua si qorri që kërkon syt, thash, dua të shkoj në Konispol, thash, por thash, nuk dua që ndonjë i besuar i atij regjimi të më shqetësoj, thash, sepse nuk është e më mungon fjalla, thashon, por nuk doroj do të më jam e lodhër, ai tha, jo, tha, juve, tha, fisin tuaj dhe familjen tuaj, tha, Konispoli e respekton shumë, tha, dhe plus asaj, tha, do na kesh ne vëllezërit e tu, tha, që s'do guxoj njeri, tha, dhe ti do i nderohesh jashmase. Ashtu nderova, kryetari e bashkisë. Ky libër u bë shkak të riktheheni. Shkova për herë të parë në Konispol, e sigurisht nuk e njihja më. Mua i rapi Konispolit që më dukej shumë i madh se atëherë ishte e vogël. Thash, Bardhyl kush, ai rapi më thia, më lume kush, dhe unë e shikoja. Ca gjëra që më dukeshin shumë të mëdha atëherë, më duken të voçkla. Shkuam, unë nuk e gjej dot shtëpinë. Ndalova atje, nuk e gjej. Thash unë, agroni, thash unë, po qa kishit ta formulëm, kishim shtëpinë e Xhorezos, shkollën, thashun sepse shtëpia e Xhorezos ishte bërë shkollë, por ngjitur me shtëpinë e Xhorezos ishte shtëpia e gjyshit që ishte bërë konvikt i nxënësve të fshatrave të Konispolit. Ja kush më tha, më kush që, u ktheja aty ke rruga, shifja një bil të madhe, nuk e shifja shtëpinë time. Hajde shkojmë ke shkolla, shkuam ke shkolla, dhe ai deri xhaxhajt kishte vënë një njeri atje sa ta mbante kështu, pa ajo shtëpi ishte rënuar te shkolla. Dhe ai më tha, ja ku shtëpia, ma tregoja ai shtëpinë. Neve nuk na kanë dhënë dhe sot shtëpinë tonë. Më vjen shumë mirë që ju njohat. Edhe më vjen shumë mirë. Edhe shumë faleminderit për këtë intervistë dhe për të gjitha këto emocione të bukura që na faleminderit për ty. Ju të rejat keni stafetë më dorë të vazhdoni. E të japim të tjerët me ratë, sepse unë nuk e di, kjo për fatkeqësi e madhe, po kalojnë vitet dhe s'po bëhet gjë për Çamarin, por kjo duhet rrigjallë. Të ngelet të gjallë. Një kontribut ju. Rroftë të Çamaria të gjithë, nga një pikë ujë mbushet. E ju falenderoj. Edhe unë ju falenderoj shumë.